Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tërnava, priti sot në takim Valiun e Jallovës, Muamer Erol dhe drejtorin e arsimit Abdul Aziz Jeniol. Miftiu Tërnava i uroi mirëseardhje musafirëve për vizitën dhe i njoftoi me organizimin e jetës fetare në vend dhe në institucionet e Bashkisë Islame të Kosovës. Miftiu Tërnava shprehu mirënjohjen e Bashkisë Islame për popullin dhe qeverinë turke për bashkëpunimin e institucioneve qeveritare turke me Bashkinë Islame, siç janë Dijaneti, Tika, Drejtoria e Vakfeve, Instituti Yunus Emre, që kanë pasur deri më sot, në veçanti në fushën e arsimit, vakfeve e trashëgimisë kulturore. Nga ana e tij, Valiu i Jallovës, Muamer Erol, falenderoi Miftiun Tërnava për mikpritjen dhe çmoi bashkëpunimin e Bashkisë Islame me institucionet turke dhe theksoi gatishmërinë për të avancuar bashkëpunimin edhe në të ardhmen.